Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libri Rruga priftit në Islam. Kemi trajtuar historinë e tij, si e ka pranuar Islamin. Tani jemi tek besimi i krishterizmit apo akidja e krishterizmit. Dhe prifti po e trajton me një aspekt, po i bën davet të krishterëve. Edhe po do më ju tregu që besimi juaj është besim i devijuar, që nuk ka bazë qoftë edhe në Bibël, po edhe nëse ka bazë në disa ingjile që i kanë shkruajtur disa tash të quajtur apostoj, nuk janë të vërteta. Nuk janë të vërteta. E një prej besimit që e kanë të krishterët është kungimi. Besimi në kungim. Ka besim në pagzim, që pagzohen e kemi trajtuar, dhe sonte do të trajtojmë kungimin. Çka është kungimi? Dijeni, thot Allahu ju mëshiroft, se mësimi i krishter mbi kungimin përmban kufër të qartë. Kufër të qartë, mohim të qartë përmban kungimi. Ata mendojnë se copa e bukës, që kleriku apo prifti e merr, thot dhe i lexon disa fjalë, në atë moment me njëherë bëhet trup i Krishtit, trup i Jezusit. Merr bukën, i këndon disa fjalë dhe me njëherë kjo shndrohet në trupin e Krishtit. E tash paramendo kur shndrohet sipas tyre në trupin e Krishtit, çka janë gjendje me bo xhamati i krishter? Çka janë gjendje me bo? Klutna. Çto është problemi? Thot çfarë? Po ashtu pasi lexon disa fjalë mbi gotën me verë, tash, vena që është, thot kujtojnë se ajo bëhet me njëherë gjaku i Krishtit. Bëhet gjaku i Jezusit. Me njëherë. Në kodin e tyre, se cili kryej peshkv, në kish është i obliguar që për çdo ditë në bukë e në verë të lexoj urat, kështu që të krishterët besojnë se buka bëhet trupi i Krishtit, kurse vera bëhet gjaku i tij. Edhe besoj edhe pija gjaku. Po, pija gjaku. Sepse po e marrin një pjesë të Zotit Jezus, sipas tyre në thojsa apo. Bas për këtë e marrin kallëzimin e Mateut. Thot i cilin kapitullin e 20 të Ungjillit të tyre thot se Krishti një ditë i kishte ftuar apostujt. Kishte ftuar apostujt janë sikur sahabët tek Muhamedi alayhis salam, apostujt që janë shokët e Isaut alayhis salam. Edhe thuhet sipas Mateut, se ky e ka shkruajtur një Injil, për dini që ka Injili sipas Mateut, Gjonit, Markut, Lukës, këtë këta, dhe njëri për tyre është Mateo. Edhe thot çka kinë se Jezusi pas ka mbledh apostujt, edhe thot një ditë i kishte ftuar apostujt dhe bukën që po e hante e ka ndarë në disa copa dhe u ka dhënë atyre që ishin aty duke ju thënë, hani, ky është trupi im. E gjetëm një fjalë, edhe tash prifti mu çu me bo çdo bukë që është trupi i Isaut alayhis salam. Pastaj u ka dhënë të pinë verë, duke ju thënë, pini se ky është gjaku im. Pra kështu Mateo e ka regjistruar në Ungjillin e tij. Dhe kur krishteri shkon kish, ai ja qet versetin e Biblës, Injilin sipas Mateut, thotë që çështo ka thonë Jezusi. Ana dim që plot gjëra që si ka bëu Jezusi fare, këta i kanë shtu. Se kanë kontradikta Ingjilt njëri me tjetrën, apo? Gjoni besohet se ka qenë prezent kur është ngritur Isa alayhis salam në qiell, por në Ungjillin e tij asgjë nuk përmendet në lidhje me këtë e as për bukën. Se s'po përmendet te Gjoni, te Injili i Gjonit. Po përmendet te Mateu, ndërsa te Gjoni s'po përmendet. Qa që rëndësishëm kjo gjë nëse është në fenë krishtere, edhe Gjoni e kish Gjon Pagzori, e kish shkrujt në Injilin e tij. Çështje akide, çështje besimi, apo? Thot, kjo mosmarrveshje është vetëm një nga argumentet se citimet e Mateut nuk janë të sakta. Nuk janë të sakta. Të krishterët besojnë se çdo cop buke të cilën e ndon prifti, kështu tash, gore mirë. Çdo cop buke që e ndon prifti është trup i kujt? Jezusit, i Krishtit. Jezu Krishti, ai thënë. Bukur. Në të gjitha dimenzionet e soja, edhe sikur të thehe ajo bukë e grimcuar në 1000 copa të vogla. 1000 copa të vogla, 1000 trupa të Jezusit. A pëshini, qëfar besimi?
Për atë arsye njeriu i logjikshëm, njeriu që pak lexon, njeriu që është i sinqert me Allahun e vet, me Zotin e vet, vallahi e le këtë fe. Për njerë pranon Islamin. Dhe nuk mirët me këtë gjë. Ata thonë se Krishti ka qenë i lartë rreth 10 pëllëmb. Nga tash. Ata thonë se ka qenë 10 pëllëmb. Një pëllëmb është 22.5 cm. 10 pëllëmb sa i bjen? 2,25, apo? 2,25 cm ka qenë i gjatë Jezusi. Kështu po thonë, apo? Bukur. Kurse copat e bukës në të cilën lexohet urata e priftit nuk i kalojnë 1/3 e pëllëmbës. Bukë e vogël është e? A për këpëta logjikën? Atëherë, si është e mundër që lartësia e pesha e njeriu të jenë të barabarta me atë copë buke që është sa 1/3 e pëllëmbës, mendja shëndosh, këto se pranon. Feja jonë, përveç që është argumentuese, është edhe logjike. Edhe logjika ta ka fejnë tonë. Për atë arsye, pse thëjnë krishterët, kur i pyet, nëse i pyet, çka është Triniteti? Thënë është mister. Leje që ashtu që është. Zdim me ta sfigu. Sune percepton ti, moje që ashtu që është. Ku i keni ato? Se nëzit po mjenë. Apo qëllë më dirën. Qëllë dirën pak, letë fladitet. Të krishterët janë dakord me mësimin e tyre se Krishti është ngritur në qiej. Krishti është ngritur në qiej. Miru po të nëcu kjo çështja e Krishtit që është ngritur në qiej. Pju të regoj, si pas Kur'anit vllazni, si pas Kur'anit, Krishti, apo Jezusi, apo Isa a.s. është kryqëzu? Jo. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Ata as nuk e gozhduan, apo as nuk e mbytën, as nuk e gozhduan. Mirë po ju përngjau atyre. Çka i bjerë kjo ju përngjau? Ke dikush tjetër që ja përngjan Isa a.s. Jezusit. Por Allah subhanahu wa taala e ngriti lart. U ngriti Isa a.s. Kushdo që thot vllaznin, kundërshtim me fjalën e Allahut Azza wa Jall një gjë, ky person ç'a është? Nëse ti thu që Aisha radiallahu anha është zinaçare, dhe pastaj zbritet ajeti kuranor dhe të pastron, dhe ti vazhdon me e mohu, këtë gjë ti ke dalë për fesë. A dikush e thot që Isa a.s. është kryqëzu? Imran Husejni. Pe dini kush e Imran Husejni? Që ky ka thonë që Isa a.s. është kryqëzu. E qëtë Imran Husejnin, që Allah i madhrishe me mori shpirtin e Isait kur ai ishte ende në kryq, pse ende në kryq. Ishte në kryq, dhe më thonë Isa a.s. Automatikisht ti jeturon kundërshtim ajetin kuranor. Ti me këtë gjokë e bë kufër të madh. E qëtë sheh Allame, qëtë imam Allame, po doni me napru ju në trojet tona? Qëtë Allame po doni me napru? Dhe kur na flasim kundër devimeve të këtij, qohën disa të Shqipnis e mbrojnë. S'po du tash me emën mi përmend, sa ai na ka përmend me emna, po pak rëndësi ka. S'po du mi bo reklam. Edhe çfarë? Qohën e reklamojnë Imran Husejnin, i cili thot që du të me bo aleancë me Rusin, du të me bo aleancë me Iranin, e një fjalë nuk e ka për muslimant, për sunni. Edhe ti po menon që na s'kem me fol, apo? Çto devime mi pas, një prej devimeve. Edhe po menon që na s'kem me fol, apo? S'kem me fol kundër shiizmit. E pastaj kur na flasim kundër shiizmit, që ky person e mbron shiizmin dhe i godet sunizmin, që vetit i thot unë jam sunni, realisht ky e mbron shiizmin, e ti po mendon që na nuk do të flasim, apo? E pastaj kur flasim kundër shiizmit, çka na thot i tilli? Mendjen drituri, thot ju për mbroni politikën Arabi Saudite. Mërë shiizmi u konë para Arabi Saudite, kërkun su konë Arabia Saudite si shtetë. Në kemë djetarë njëve në kanë folë, para se mbreti Selman sot më konë. Se s'po më interesën më prisat. Para se më konë që këmë mbret sot,
apo para se më konë Arabia Saudite, apo ulemat tonë kanë folë për shiizmin. Që më intereson mu Arabia Saudite, apo Egjipte, apo Emiratet, apo Jordania, apo Arab në përgjithësi. Jo, nesër si ku dhe Arabia Saudite, mu qu, me bo një politik që mu bashku me shijat, apo ku e djune, qysh kemi folë na për shijat, prap kemi me vazhdu me folë. Se kemi bindje. S'ka të bëj kjo me çështjen e botës arabe. Tjetëri qotë dhe thot, mos hini unë këtë çështje, një profesor, s'po du m'ja përmend emrin edhe ati, thot, kjo është çështje mes arabëve dhe persëve, kjo është çështje nacionaliste. Pse me hin këtë çështje nacionaliste? Jo, kjo është din. Kjo është din. Se Aishës po t'i thot zinaqare. Kjo është din. Kur'anit po t'i thot është i mangët ky Kur'an. E s'muj me bo me to, s'muj mu problemi është që ti në emër të Islamit e bën atë aleancën me shijat. Dhe çto rreziku i madh. Pastaj ti si Imran Hussein, mu çu me bo aleancë, mu çu me bo analiza, edhe me thon ky është analist, okej, jemi në rregull jemi. Ama më janë vesh Islamit jo ka dal, se ka xhallar që flasin. Ka xhallar që flasin dhe nuk lën ty mi parap devimet nëpër trojet tona. Gjithaj davet është bo në Kosovë në trojet tona, me ulemat, ti po qosh tash, po na bish neve prej dreqit mallkum, po do me na pru këtu. Ato, apo? E mi përhapa të devimit e ti, jo, ka dalë se së qështët. Ti përhapish, mirë po dhe na kemi me full. Alhamdulillah, goj kemi, qësh keni ju goj kemi edhe na, edhe du të flasin. Me gjitha shpifjet që i bën, po na flasin. Me letë Allah, subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, të krishterët janë dakord me mësimin e tyre se Krishti është ngritur në qiej dhe se është ullur në anën e djathtë të Zotit. E kush atëherë sipas tyre zvoglon trupin e tij në grimcë të bukës? Dhe më thonë, këta po e zvoglojnë trupin e Isaut a.s. në grimcën e bukës. Një grimcë, tap, merre haje. Po vjen krishteri tjetër, haje. Ky tjetër e haje. Sa grimca janë aty, qaq Jezusa janë. A peshenin çfarë devijimi? Andaj është e ditur se Krishti është një person, e të krishterët besojnë se secila bukë e përmendur më sipër është trupi i tij në tërësi. Ajo mbasi të grimcohet në 100.000 grimca, do thotë se Krishti duhet të gjendet në çdo grimcë. Allahu akbar. Allahu akbar. Krishti duhet të gjendet në çdo grimcë të bukës. E sikur asaj të shtojmë numrin e kishave dhe numrin e bukëve, do të arrijmë me një shifër tepër të madhe. Se cilin vend, Jezusi. Jo se cilin bukë, po se cilin grimcë të bukës është Krishti. Të përshkruarit e kungatës së të krishterëve dhe lutjet e tyre në këtë drejtim do të ishte kjo. Prifti urdhëron shërptorin e vet, çush e bën tash këtë bukë, e urdhëron shërptorin e vet të përgatisë bukën prej miellit të pastër dhe ta pjek, e bën bukën. Pastaj prifti e merr bukën edhe gotën me verë dhe urdhëron duke komanduar me këmban thirrjen për urat, këmbanat. Kur të botë populli e rëndohet në kish, atëherë prifti e hedhë verën në kupën prej sermi, kurse bukën e lë në peshqir të pastër, e keni pa? Në kish. Bukën e merr edhe ju jep ka një copë bukë. Apo? Pastaj afron besimtarët një nga një të kthyer nga lindja dhe marrin nga një copë buku prej priftit, bukë prej priftit. Teksti i lutjes në bukë dhe në verë është kjo. Cili tekst e bëjnë? E thonë, cilën lutje e bëjnë të krishterët ku ta marrin bukën dhe verën? Zoti ynë, Krishti natën kur e kanë vrarë, ka marrë bukën në dorë e i ka ushqyer apostujt e vet duke thënë: "Hani, ky është trupi im." Kur prifti e kryen fjalimin e vet, i përkulet asaj cope të bukës. Allahu akbar, Allahu akbar. Pse? Se kjo është trupi i Jezusit. E po tash vetë ata. Ç'a bëjnë? E marrin copën e bukës dhe i binë në sejdë apo i përkulen. Pse se trupi i Jezusit. Edhe pe hajnë edhe pi binë. Po. Se Krishti është djali i Zotit. Përsëri i përkulen asaj buke e thon: "Ti je Krishti,
Zoti i qiejve i tokës, ti je djali i Zotit, i lindur para të gjithë botëve. Ti na ke shpëtuar nga dora e djallit, lutur në barkën e Maris. Oj buk, o Jezus. Shtinë në funksion pak logjikën. Pak nalo, veç pak nalo, edhe shtinë në funksion logjikën, edhe meno, a është kjo logjike? Besimtarëve ju ke qelë dyert e parajsës, o Zot, pasi e ke mundur djallin, ti rinë qiell në anën e djathtë babait tënd, lutem të më falësh mua dhe popullin tënd, të cilën e ke liruar nga mëkatet me gjakun tënd. Pastaj thot prifti, merr gotën me verë edhe shqipton lutjen. Zoti ynë, Krishti para vdekjes e ka marrë gotën me pije dhe u ka dhënë apostujve të vet duke i thonë, pini, ky është gjaku im. E pinë verën edhe menojnë që është gjaku, edhe paramenon çfarë ndjenje e kanë kur ta pinë, gjaku i Jezusit. Po, dhe më thonë, e marrin ato shejtani që shishtim, subhanallah, në këto sene. Më thonë çfarë mashtrimi i madh. Edhe shejtani i cyt aty tankohen. Pastaj thot, atër prifti bën gjestin e përkuljes ndaj gotës. Më thonë përkuljet edhe ndaj gotës tash. Thot, vllazni, kur s'ki akide të pastër, kur nuk njeh shirket të uhet, iman e kufër, atë çdo sene kemi vru. Na kemi vrit çdo detaj, çdo vepër kur ta bëjmë veç nalemi. Ka dal? Ki kujdes se shirk mund të jetë kjo. Del pi fes. Qyrin detajet, subhanallah. Fjallë bre, të pejgamberi alayhis salam një person veç kur ka shku i ka thonë, çfarë don Allah dhe pejgamberi. Ka thonë ka dale. Apo don me më shoqëru mu me Allahun, çfarë fije madhe. Veç në fjallë. Vallahi mirësi e madhe që na ka thonë këtë Islam. Pasha Allahun mirësi e madhe. Muhamedi alayhis salam me shokët e vet po shkon në luftë në betejë. Pi thot, çapi thot, po shkojmë betejë, na bën një dhatulle në vat, një pemë, një drum. Të marrim bereqet. Unal Muhamedi se çapo lypni tha. Ço kjo? Për njeri mësoj. Çfarë fi? Çdo detaj çore këta. Bukës për kulju. Për kulju bukës, për kulju verës. Grotës. Subhanallah, farë madhështore kemi, çfarë monoteizëm kemi. E njerëzit nuk janë të e ditë, se vallahi me ditë nuk e le fejnaj. Nuk e le fejnë, nuk e din këtë sene. Se mi ditë, edhe ata që e lojnë qëto televizjeve, ata e bëjnë veç për shkatinate, se komuniste e në ta. Se ata kur si në konë dështë ta. Na një u konë, ka bo në agjerim në esem, për s'ka pas lidhje me fejheq, s'ka ditë kur gjonë, edhe veç prej natit, ndaj dikujt, bën kishe, unë e pëndrej fejnë. Ani, xhehenemi është i hapur, nuk ka problem. Xhehenemi është i hapur. Edhe është i gjonë, ka vend për të tonë. Pastaj thot, kurse të krishterët prezente ndjekin atë pas të gjitha prifti ha buk dhe pi verën e përmendur më lartë duke përshpëritur urat nga ungjilli, në fund kryet riti përfundimtar i lutjes, e pra kështu është kungata atyre lutja që edhe shejtani mahnitet me ta. Çuditet me ta që e të bo. Allahu Azza wa Jalla na ruajt nga sprova të tilla. Parimi i 5 dhe i fundit për sonte është besimi në rrëfimin para priftit dhe përshkrimi i tij. A dini vëllazëri që të krishterët e kanë më rrëfy. Gjinoa që i bën me shku te prifti. Edhe mi aqel zemrën çdo sa detaj. Ku mbo zina, ani Allah i të fal. Ku vjedh, Allah i të fal. E ku myt filanin, Allah të fal. Se ku respektu babën e Allah të fal. Krishti po. Jo, ai thot Zoti të ka fal. Domethënë ky ka lidhjet me Allahun direkt, edhe thot po mirë, tamam, u kry me Allahun, të ka fal. Ku po din më të ka fal? Ku po din? Dijeni Allahu më shiroft se të krishterët besojnë se nuk është e mundur të hyet në xhennet në parajs derisa njeriu nuk i rrëfehet priftit. Përkundrazi tek ne është më mshif gjunat. As hoxhës mos më kallëzu. Veç raste specifike kur kërkohet fetva çka më bën. Instruksionet, bile mas mirë jo me thon vetën e tretë. Ai ka bën. Nëse bën dikush kështu, çysh është hukmi për hoxh? Ma mirë është. Përveç raste specifike kur duhet me trajtu, me thon çysh më apo çështu ku mbo. Kjo nuk ka problem inshallah taala dhe hoxha nuk duhet me shfrytëzu rastin me përhap pastaj gjinojnë e tij. Edhe në çështje shumë rrezikshme është vëllazni. Manin mend kur mos hulumtoni tek një vëlla apo tek një vëlla që ka bënë ai gjuna më herët, edhe më ja përmend pastaj. Sa Allahu
nuk ta merr shpirtin pa të sprovu me qatë gjëna. Nuk ta merr shpirtin pa të sprovu me qatë gjëna. Qaj person që e ka bu një gjëna të madh, edhe u pendu ka kajt para Allah subhanahu wa taala, u qunë pjesën e tretë natës, ti po quhesh pja shpalos ato. Wallahi Allah azza wa jall qafën ta thënë. Ai ka kajt për gjunojnë, i ka ngrit durët nalt. O Allah, fale për këtë gjunat madh. Ti po shkon ti, a? Thanë ti të ngjavra që e kon, ti po më kallzon mua, a vëkëtan ti? Ti ke bo këto, ti ke bo ato, ti ke bo, ke pi alkohol, ke pi drogë, ke bo këto dhe këto. Pa i ka kojt për a gjuna o vloje. Po për me nënshmu. Kur donë me nënshmu dikonin, i thu. Këta. Thu ti si ke lind je kon pasu si synetit për njëherë. Do shta dhe ti ke kalu me një gjenerat që je kon në gjunahe. Andaj duhet me pas kujdes shumë këto aspekte. Thot, rrëfimi mund të bëhet edhe në kohë të tjera, si që janë smundja, frika dhe nga vdekja, atër sillet prifti për ta rrëfyer të sëmurin. Nga mëkatet që ka bërë e prifti në këtë rast, ja fal ato. Prifti pi ja fal. Janë të mirë ata që besojnë për secilin mëkat që i fal prifti, do të jetë i falur edhe nga Zoti i Madhreshëm. Edhe Papa me selin në Rom konsiderohet si zëvendësi Krishtit në tokë, zëvendësi Jezusit në tokë. Kështu e kanë. Ai sipas të krishterëve ka mundësi t'ju fal mëkatet, t'i fut në xhennet, edhe në këtë rast përfiton parat mëdhaja. Japin pare. Për atë arsye Martin Luteri, një prift gjerman, është nda prej Romës, është nda prej papës, sot që është protestantizmi. Protestant. Përdeni? Pse është qut protestant? Shkaku që kanë bo jënë revoltu karshi papës. Ja në qysh priftit të mi dhon pare. Për shka mi dhon priftit pare? Që mi fshi gjunataj. Unë më Allahun bëj duat e ka Allah, ju të prifti. Edhe pastaj 8 milion njerëz janë myt, 1 milion, 8 milion, sa milion njerëz janë myt në mes vete, në mes protestantizmit dhe krishterizmit. Janë mbyt në mes vete. Shkaku që këta kanë pas atë diktatorizmin, domethënë Papa i, domethënë Vatikani. Pastaj po pushtetin, priftërinët marrin kështu nga të krishterët e mashtruar para me shumicë, mund t'ju shtrohet pyetja, pse veproni jashtë praktikës së Krishtit, gjë që s'ka bazë në ungjillin tuaj, mi dhon parë priftit. Ku e morët ju këta? Thot në librat tuaja nuk ekziston asnjë fjalë që Meriama, nëna e Isaut alayhis salam, apo apostujt, nxënësit e Isaut, ti kanë shërbyer ndokujt diçka të tillë, mi marr parë. Priftërinët janë të njëjtë me njerëzit e tjerë dhe ndoshta dikush nga ata ka më shumë mëkate se sa njeriu tjetër. Sikur të na, hoxha është për mund me pas mëkate më shumë se sa një xhamatli. Tamam ai hoxha duhet më kon shembull, po njeri është mund më kon gjunaçar më i madh. Xhamatlia mund me shku në xhennet, hoxha mund me shku në xhennem. E thot ato çka nuk e vepron, edhe futet në xhennem. Ndërsa xhamatli shkon në xhennet. Normalisht, ndërka që ju jeni njerëz të verbër, kurse famultarët tuaj edhe më tepër se ju. E si ka mundësi që i verbrit të udhëheq të verbrin, përveç se në gremin, kështu ju bashkë me famultarët tuaj do të bini në zjarrin për gjithmonë. Nëse nuk i leni këto tradita dhe këto vepra që s'kan bazë, gjithë këto vinë nga se ju gaboni dhe se gabimisht besoni, e pas kësaj Allah nuk i fal. Si thot në librin e vet, s'ka dyshim se Allah nuk e fal, ti përshkruhet atij shok, i dhujtarin. Po i bën shirk, i je ebedi xhenem në xhenem të përhershëm, kështu në mënyrë të gabuar njeriu i afrohet dredhive të shejtanit dhe bëhet objekt i talljeve të tij, e kush fal mëkatet përveç Allahut, deri në kapitullin e 4, takimin e radhës mbi dogmën e krishter. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.